Vincenz Elezi, menaxher i Ventus. Zoti Elezi, çfarë ka organizuar, çfarë ka planifikuar Ventus, i cili ka një traditë të bukur në aktivitetet e ndryshme që organizon për natën e fundvitit, çfarë ka planifikuar? Si çdo vit, Ventus vjen me surpriza të reja për këtë vit dhe këtë vit kemi menduar që të bëjmë diçka akoma më të bukur se vitet e kaluara, duke marrë këngëtarë të njohur si Manjoran Albani, Eneda Tarifa, humorist si Julian Deda dhe përveç artisteve, ne kemi menduar edhe një show me fishik zjarre, mbi të gjitha për t'i kënaqur klientët tonë. Kemi një menu tradicionale të ndërthurë dhe me modernen, të cilët do t'ia ofrojmë në natën e ndërrimit të viteve. Arredimi është i mrekullueshëm, sepse është menduar nga ne që përveç se pjatave të servirura, artistët të cilët do të performojnë, njerëzit të jenë edhe në rehatin e tyre duke parë dhe ambientin e bukur. Atëherë, jeton, si është organizuar këtë vit? Ky është viti i tretë të cilin Ventus Harbor, kompleksi Ventus, organizon eventin e ndrimit të viteve. Dhe ndryshim nga vitet tjera, si vjet kemi pasur një interesim shumë të lartë nga që shprisin. Rezervimet kanë filluar me hyrjen e muajit dhjetor, ndërkohë që për momentin janë pothuajse të rezervuara vendet dhe nuk është se ka shumë hapësira. E veçanta e festës që bëjmë ne është tek produktet. Ne kemi produktet bio që përdorim, duke filluar nga ushqimet, nga pijet kemi të kantinës, të cilat janë produkte shqiptare, dhe kjo ndoshta bën diçka më të veçantë, më ndryshe nga vendet tjera por që organizohet në Durrës. Përveç kësaj, po të jedhim sy rreth rrotull, lokali ndodhet mes detit dhe kjo është ndoshta edhe ajo më e veçanta e gjithë restorantet tonë, kompleksit tonë. Pamja bukur dhe ambienti që na rrethon. Për notimet, më thatë që kanë nisur edhe ka interes. Ka interes të madh, madje siç u thash, pothuajse janë të rezervuar, duke qenë se është viti i tretë që organizojmë, është krijuar një farë klientela apo njerëz të besuar të cilët vinë dhe kalojnë natën e vitit të ri këtu tek ne. Sa është kapaciteti i restorantit? Mund të themi tek 400 persona. Është për të paktën për këtë natë 400 persona janë të rezervojnë. Rezervojnë për vitin e ri. Po. Përveç ushqimit që tha do të jetë bio, festa e fishek zjarreve si organizohet? Duke qenë se lokali është i gjithë në det, duke qenë se edhe kjo hapësira kemi ndryshim nga lokalet që ndodhen në mes pallatave apo në zonat banuara, këtu jemi pak të veçuar dhe këtu bëhet një spektakël në kuptimin plot fjalës me fishek zjarre. Është në momentin që akrepat shikojnë 4 zerot, atëherë këtu bëhet një spektakël me nga mbi 10.000 plasje në atë moment. Atëherë për këtë vit kemi menduar diçka më ndryshe për klientët tanë. Kemi menduar që mes gatimeve të janë edhe disa gatime tradicionale, diku te 9 mesore, dhe kemi edhe 3 pjata të tjera që janë të veçanta, që është gjeli detit i mbushur. Kemi fileto viçi me 4 djathrat, me salcë kërpurdhash. Kemi një fileto pule me salcë kërpurdhash, dhe atë po ashtu të shoqëruara me kërpurdha të freskëta sipër. Përveç ambienteve të mrekullueshme dhe atmosferës festive, Ventus Harbor ka zgjedhur një menu të larmishme e enkas për ju për këtë natë festive.